I thot, a e di në Umer se kush është pyetësi, ose u thot pranishme i than, Allahu dhe i dërguar i tij e din më së miri. Ka qenë natyrën e profetit alayhi salatu wasalam kjo pjesa që a e din se kush është, dhe gjithmonë vrem se përgjigja e sahabëve që i kthenin profetit alayhi salatu wasalam ishte Allahu dhe i dërguar i tij e din më së miri. Edhe në rastin kur ndoshta mund ta dinin një përgjigje. Kjo tregon edukatën e lartë që ata kishin. Se do të ishim sot në ditët tona me njerëzit tanë të njohur, sepse profeti alayhi salam i kishte njerëz të njohur këta, të paktën një përgjigje do ta kishin drejtuar, do ta kishin dhënë. Kjo është më e pakta. Nuk po them 10 e 20 ose tentativa të ndryshme. Pra kur po ndërton një pyetje të tillë, do të thotë që ai e din përgjigjen, por kërkon vëmendjen tënde. Thotë, ai është Xhibrili, i cili ka ardhur t'ua mësojë juve fen tuaj ose çështjet e fesë tuaj.